voglin i ka tjera raporte. Po thua? Ma jafro, ma... Ja, jo pefi, alla pesi ale është me t'voglin o ma jafro është. A i shtirë heq? Po si çdo prind, tinia ma shkollore pa marrë parasysh është pak ma e rrep. Vetëm një unë ja kom la emnin e Hoxhës. Përshëndetje për krejt, jena më shatin Mleqan edhe si roll herë, po bujna laf me babë e birë. Po baba po do mi dhon djalit për parësia. Përshëndetje, apo na prezentohesh më së pari. Përshëndetje, unë jam Adriatik Shola, nga shoti Mleqan, komuna Malishevës. Adriatik Shola edhe? Florim Shola. Florim Shola. Po. Emrat e miri pasni. Bëra qatë versëm. Kryesorja më na thirr një mënyrë. Mirë thirr një mënyrë. Aja la ti djalit, aja la tjetër kush? Jo, djalit ja kalon vllavi emnin. Megjithëse i kam 42 vajza, 2 çuna. Ti rujt zoti. Megjithato, vetëm një unë ja kom la emnin e Hoxhës, këta tjerë ja kanë dhënë vllaznia. Mirë ja ke bu, ju pas ke lëshuar em. Po, t'voglit ja kom dhënë emnin e Hoxhës. Hoxha ka qenë në Kroaci, 85 vjeçar ka vdekur, unë ja kom përtri emnin Përzgjalli. Para se me vdeka ja kom përtri emnin. Hasim thirrat i vogël. Inshallah i gon. Inshallah i gon kohës. Kohës. Mas mirë ti kohë. Adriatik, a do ma shumë tyja t'voglin, se mas ja pas kalon emrin vetë edhe pas ka sugar. Vallai me t'voglin i ka tjera raporte. Po thua? Ma jafro, ma... Ti qitashtit po do mjën gjitë voglit, a? Ja, jo pefi, alla pesi ale është me t'voglin o ma jafro është. Ane, leja t'voglit, Po, thuj pe do t'voglin me t'voglin shkon. S'ka lidhje për atë punë. Boba i do tonë thmin, po një gjithë e ka pak ma dallon. E ka që ashtu është vallaj. Une jam veç një djall, a i kom 2 motra. Ju thamë si shakon djall, ajo me madhja, kjo me vogla mu, së më këshifol heq. Po jam djall edhe pe marr pak vëmendjen që ashtu. Kur të rish në mes, gjithmonë ki përparësi se kush ka lënë ato afër teje, pa uazatet të ti nuk e lënë. Sa qara, ato është mesi, sikur Malisheva. Po shkove në Prishtinë, mesin e kinë Malishevë, edhe prej e thuja si në Malishevë. Një kohë Malisheva ka qenë qendër e tregtisë, për sidomos e kirrave këtu, edhe për ata ju ka konvenuar edhe autostrada që ka këni. Edhe këtu Malisheva, edhe ne i për Gilane kena Malishevën tem aty. Edhe ku është Malisheva, se tash i kam Edhe i kena thonë 2 pika kryesore. Po. Apo më kallëzoni me shka po mirë një? Po kryesisht mirë me bujqësi, pak blegtëri, po në atë kuptimin blegtëri vetëm sa për veti mojmë, po kryesisht me blegtëri, me bujqësi edhe blegtëri, me gjithashtu edhe ka pak me ndërtim mirëm. Për ndryshe jam veterani luftës të Kosovës. Veterani luftës. Po, gjithashtu ka pak ashtu edhe e kalojmë diqysh. Apo na kallëzon, ka ke luftu? Po, në bjeshkën e Pashtrikut kam qenë. Pashtrikut, po, zona e Pashtrikut, kam qenë 12 vjet në Kroaci, pej Kroaci e kam marrë në zonën e Pashtrikut me gjithë shokë edhe ata që ka ishin të Kroacijës. Edhe këtu kam qenë kryesisht deri në mbarimin e luftës. Për ndryshe operacioni shigjeta thirrat mund të gjeni edhe ju si gazetar, po edhe të tjerët mund të helimtojnë dhe mund të gjenë Rahim Bekteshër, Zavens komandant, që cilin e përshëndes me këtë rast, kurse komandanti kryesor ka qenë Bilal Sylla, i cili jeton dhe vepron në Gjermani. I përshëndesëm Po, krejt. gjithsesi përshëndes edhe komandantat edhe gjithë ushtarët e bashkëluftëtarët e mi, lavdi dëshmorëve. Lavdi. Apo na kallëzon ç'sh është më kon djali dëshmorit. Djali Valë, do ta dhash një titull Edhe më të fortë. Po nuk e kam pas fatin tim ai. Djali veteranit, se thojnë, maron është me pas babën e mirë se me pas babën e keq. Se babën e mirë me pas, du të mi arrujt emrin. Kur e ki babën e keq, E ka hub vetë, kështu që... e ka hub vetë, ti veç për veti Si folë. që me nrejq. Është ko gjë krenari, kur delsh se... Bobi, ko gjë një njëri i shoqnushëm, i afrushëm edhe... Ka shoqnit madhe, ko dal, a di që së më gjujnë, i tham djali flerimit, po e kemi arane, ko gjë një njëri mirë. A i shtirë heq? Po si çdo prind, tinia ma shkollore pa marrë parasysh është pak ma e rrep. Pak ma rrë, po i shtirë shumë, qerës po dokët. Ja. Shtu, mës me kesh, ko gja po dokët Tirana. Po kur po kesh, Po mja kryesisht edhe të gënjen, qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Megjithëse nuk jam i shtirë,